për fushatën elektorale, sepse e kam thënë dhe ke ju, edhe në studio ke ju, dhe në studio tjera, që zoti Lasivita ishte dhe është konsulent elektoral, pra ka udhëhequr fushatën tonë elektorale, mbetet i vyer i jashtëzakonshëm kontributi i tij në fushatën tonë elektorale. Krisi bëri maksimumin e tij në raport me strategjinë tonë, me programin, me paraqitjen e kandidatëve, me mesazhin politik, me videot, me paketimin e gjithë mesazhit politik për opinionin publik, dhe kjo ishte detyra e zotit Lasivita. Çfarë tha në fund zoti Kolliçi? Ishte kandidat, nuk ishte në këto zgjedhje pjesë e terrenit politik shqiptar. Si ashtu na u prezantua. Ishte konsulent, ju është prezantuar përherë si konsulent i tillë mbetet edhe sot që ne flasim. Se çfarë ka thënë zoti Lasivita në grupin e ngushtë apo në shtabin qendror të Partisë Demokratike. Çfarë tha pas rezultatit? Sigurisht mund të na japësh, nuk po them kënaqësinë, po duhet na jepni të drejtën që ne të ruajmë konfidencialitetin e bisedave tona. Sigurisht nuk kishte hasur kurrë. Iku i kurrështuar, i zhgënjyer me duart në kokë. Nuk kishte hasur kurrë në një farsë të tillë zgjedhore. Ka qenë jashtëmase i impresionuar edhe nga tubimi mbylljes Partisë Demokratike, nga mesazhi, nga folësit, nga mënyra se si ne gjestuam dhe bëm fushatën tonë elektorale. Sigurisht kemi mbajtur kontaktet tona me të në raport me zgjedhjet, sepse po e them edhe një herë është konsulent, dhe në raport me fushatën elektorale, ka qenë i jashtëzakonshëm dhe unë ruaj dhe gëzoj respektin maksimal për të. Përfundoi bashkëpunimin me të? Kapitulli i zotit Lasivita. Pra nuk vazhdon bashkëpunimin me të? Se çfarë do të ketë në të ardhmen, a do të ketë bashkëpunim, a nuk do të ketë bashkëpunim, për herë po e them edhe një herë, në kuadër të konsulencës elektorale dhe politike, pra sepse ai është një konsulent për fushatët elektorale, do duhet ta shohim. Do duhet ta shohim. Sepse fjalë ka që shumë shpejt mund të ketë edhe zgjedhje tjera në Shqipëri dhe zgjedhje lokale. Fjalë ka që i ka kërkuar Edi Rama dorëheqjen ish kreut Bashkisë Tiranë, që qëndron në burgun e Durrësit dhe po presin ta shkarkojnë këtë javë, sepse mund të ketë shumë shpejt zgjedhje, kështu që domethënë janë të gjitha këto në momente për tu parë dhe më pas do të jemi prapë në studio, unë besoj do të kem ftesë prapë nga ju për të ardhur për të diskutuar për aktualitetin politik. Padyshim zoti Kolliçi, ndërkohë ka një shpresë për rikthimin e mandatit të zotit Ali Mehmeti? Unë jam nga ata njerëz që kam qenë shumë vokal për këtë çështje, duke qenë se kam qenë në fazën e numërimit për plot 6 net edhe 7 ditë të plota në Tiranë, derisa është mbyllur edhe vota e diasporës dhe vota nga Greqia. Sigurisht nuk më ka ardhur as pak mirë, edhe e kam përjetuar dhe vetë humbjen e mandatit 14 nga ana e Partisë Demokratike për një grush votash. Pasi kemi bërë një analizë të plot të rezultatit zgjedhor në Tiranë, ne konstatojmë që janë rreth 17.233 vota, në mos gaboj, të pavlefshme, të shpallura të tilla, të pavlefshme nga gjithë numëruesit dhe komisionerët në qarkun e Tiranës, ku ne kemi dyshimet tona të arsyeshme që brenda në ato vota mund të jenë votat e mjaftueshme që zoti Ali Mehmeti të shkojnë në parlament. Sigurisht një kandidat i tillë që ka marrë 18.000 vota meriton pa diskutim që të jetë pjesë e parlamentit, edhe meritojnë ata 18.000 votues që ta kemë përfaqësuesin e tyre në parlament. Paralelisht do të ndjekim edhe denoncimet tona tjera, sepse unë kam qenë në shkollën Sami Frashëri, ku janë numëruar votat e njësisë numër 9, kur kam denoncuar live fenomenin e trenit bullgar dhe mbi të gjitha fenomenin e votave me ngjyrë të ndryshme, fletëve të votimit me ngjyrë të ndryshme nga fleta standarde e votimit. Kemi kërkuar ekspertizë për të gjitha këto fletë votimit, do të kërkojmë hapjen e kutive në ato qendra që ne i kemi ankimuar që në KZAZ dhe i kemi ankimuar në KQZ për të parë këto vota dhe do të bëjmë gjithçka që pa diskutim zoti Ali Mehmeti të shkojnë në parlament sepse i takon të jetë në parlament. Ju vjen keq që i keni dhënë pjesës aleatëve më shumë mandate se sa kanë patur vota në kuti? Është pjesë e analizës brendshme të Partisë Demokratike dhe kjo pjesë. Ju vetë personalisht? Unë vetë personalisht kam kërkuar për herë që kandidatët e Partisë Demokratike të kishin numrin maksimal të përfaqësimit. Pra për herë kam qenë më shumë pro kandidatëve të siglës Partisë Demokratike, sepse edhe unë në fund të ditës mbroj interesin e Partisë Demokratike, por edhe kjo është një çështje që i takon forumeve të Partisë Demokratike për të bërë analizën, a kanë vepruar mirë, a kanë vepruar keq. Ka patur parti politike aleate që kanë vepruar edhe kanë performuar shumë mirë elektoralisht, ka patur forca tjera politike që kanë performuar në nivelin e pritshmërive. Kush ka performuar mirë zoti Kolliçi nga forcat aleate? Ja t'ja u them për shembull zoti Duka, Partia Agrare, Ambientaliste Agrare, ka marrë rreth 22.400 vota. Me zotin Roshin Kavaj. Me kandidatët e tyre në total,
dhe kanë marrë vetëm një mandat përfaqësimi në qarkun solli një kosto jo të vogël për Partinë Demokratike, ku zyrtarët e Partisë Demokratike nuk dinë çfarë emri i vinin. Kështu që thën këtë, duke qenë se kanë marrë 22.400 vota, sigurisht dhënia e një mandati justifikon tërësisht rezultatin që ata kanë marrë. Duhen parë forcat e tjera, duhen parë arsye, duhen parë rrethana, duhen parë kandidatë, duhet parë performanca. Prandaj po them, kjo është një çështje e diskutimit të vetë opozitës e forumeve tona politike, pra çështja jona e diskutimit brendshëm. Besoj që edhe publiku ka interes të shohë se sa vota janë marrë